تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, gjithë lavdia takon vetëm Allahut, ata e lavdërojmë dhe i shprehim lavdi, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes son dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë udhëzon Allahu s'ka kush e devijon dhe kë devijon Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival. Dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, ti je i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë posa asaj që na ke mësuar ti, në të vërtetë ti je gjithditur i urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë të rësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Mëtej, e falenderojmë Allahun për dhuntinë e tij që e plotësuam dhe përfunduam shpjegimin e librit Mësime të rëndësishme për masat e përgjithshme të umetit nga autori dietari kolosal Sheikh Abdulaziz ibn Abdullah ibn Baz, Allahu e mëshiroft. Dhe me që kanë mbetur edhe 3 ditë prej Ramazanit, do të vazhdojmë me ato që e kishim, domethënë si plan pas secilit mësim të shpjegojmë diçka prej lutjeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të përfitojmë prej këtyre lutjeve. Vazhdojmë në këto ditë që kanë mbetur, do të flasim vetëm për këto lutje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në lutjen e radhës që do ta përmendim është përmendur në një hadith që transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij nga Abu Malik al-Ashja'i dhe ai transmeton nga babai i tij radhiyallahu anhu, thot se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam atyre që kanë hyrë në Islam u ka mësuar këto lutje. I ka thënë të thonë Allahumma hdini warzuqni wa'afini warhamni. Dhe në transmetim tjetër thot që kur një njeri e pranonte Islamin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja mësonte namazin, si të falet, pastaj e mësonte që të lutet me këto fjalë: Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Pra në transmetimin e parë përmenden 4 lutje, 4 kërkesa, kurse në transmetimin e dytë 5. Dhe gjithashtu këtë hadith e transmeton Imam Ahmedi rahimahullah dhe shton në hadith se thoshte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam haula'i yajma'na laka khayra ad-dunya wal akhirah. I ka thënë këto ti mbledhin të gjitha të mirat e dunjas dhe të ahiretit. Kuptimi i këtyre lutjeve është Allahumma ighfirli, o Allah më fal, warhamni, më mëshiro, wahdini, më udhëzo, wa'afini, më jep mbrojtje dhe shpëtim, warzuqni, dhe më furnizo. E shohim se këtu në këtë lutje, një prej kërkesave është udhëzimi. O Allah më udhëzo. Dhe ndoshta dikush pyetet pse lutet njeriu, do të thotë pse i thuhet njeriu të lutet për udhëzim pasi të jetë udhëzuar. Domethënë, këto lutje u ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njerëzve kur kanë hyrë në Islam. Domethënë pasi e kanë pranuar Islamin. Dhe kjo nuk kupton se ai tani u udhëzua. Pse tani i urdhrohet ose mësohet që të lutet me këtë lutje. Tham se udhëzimi nuk është vetëm një kuptim, kemi thënë do thotë në tjetër mësim të lutjeve, udhëzimi nuk është vetëm një kuptim i vogël ose i kufizuar, do të thënë në mënyrë të vogël.
por e përfshin udhëzimi, përfshin hyrjen në fen islame, edhe gjithashtu përfshin udhëzimin për dituri. Pastaj përfshin udhëzimin për të vepruar sipas asaj diturie, për të zbatuar urdhrat dhe për të punuar sipas asaj që ka shpall Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu kërkimi i udhëzimit përfshin edhe përforcimin në udhëzim, që do thotë në këtë rrugë, dhe të përforcim që të jetë njeriu i paluhatshëm në dituri dhe në vepër. Po ashtu udhëzimi përfshin mbrojtje prej gjërave që pengojnë njeriu nga zbatimi i diturisë. Thamte fjala Imam Ibn al-Qayyimit, kuptimi ishte se njeriu duhet të ketë dituri, dhe ajo që nuk e di është shumë më shumë se ajo që e di. Do thotë, prandaj kur kërkon udhëzim, kërkon një herë për diturinë të cilën nuk e di. Pastaj për asaj që e di, ka pak ose në shumë raste njeriu nuk ka dëshirë që t'i bëjë. Do të thonë ka përtatësi dhe ka mungesë të vullnetit, edhe kërkimi i udhëzimit është që të ketë dëshirë për të vepruar sipas diturisë. Pastaj ka njerëz shumë që kanë dëshirë të bëjnë vepra, mirë po kanë pengesa, ose kanë pengesa fizike, ose kanë pengesa, domethënë në vetvetet e tyre ose jashtë tyre, dhe kërkimi i udhëzimit është, domethënë largimi i këtyre pengesave. Pastaj ndihma për ta bërë veprën, pastaj përforcimi në këtë rrugë dhe durimi, qëndrueshmëria. Pastaj gjithashtu edhe pas kryerjes veprës ka diçka që e prish veprën, edhe e largon shpërblimin. Kështu që kërkimi i udhëzimit është, domethënë kërkim i të gjitha këtyre të mirave. Domethënë shtim i vazhdueshëm i udhëzimit me dituri, me vepra, me ndihmë për të bërë vepra, për të bërë të mira. Pra me të gjitha këto është nënkuptohet kërkimi i udhëzimit. Për këtë shkak, secili musliman në namazin e tij i lutet Allahut për udhëzim, pra me këto kuptime. Ihdinas siratal mustaqim, pra udhëzona në rrugën e drejtë. Secili musliman e bën këtë lutje, edhe muslimani i ri duhet sipas këtij kuptimi ka edhe më shumë nevojë ka edhe më shumë nevojë për udhëzim. Do thotë, pra kërkohet një herë falja, Allahumma ighfirli, o Allah, më fal. Dhe këto fjalë, do të thonë secila ka kuptim të plotë. Për ta kuptuar fjalën ighfirli, kuptimi është, si e shpjegojnë dietarët, do të thonë mbulimi i mëkatit dhe pengimi i pasojave që sjell mëkati. Do thotë që të mbulohet, mos zbulohet para krijesave, dhe të largohen pasojat që sjell, dënimi në dunja ose në ahiret. Për ta kuptuar më shumë, do të thonë e japin dietarët fjalën mighfar. Do të thonë e shihni sikur maghfira, që e përkthejmë falje, mighfar i thon helmetës. Edhe mighfar është, do të thonë, për ta mbuluar kokën dhe për t'i penguar do thot sulmet ose dhe një dëmtim. Do të thonë, dhe ky është kuptimi i fjalës maghfira ose ghufran, do të thonë kur e kërkon, është mbulimi i mëkatit dhe pengimi i pasojave që i sjell mëkati. Warhamni, më mëshiro, do të thonë më përfshi me mëshirën tënde, që do të thonë më jep xhenetin, sepse mëshira e Allahut është, do të thonë, çdo e mirë në dunja dhe në ahiret, dhe kërkohet prej Allahut mëshira, duke e ditur se gjithashtu Allahu ka mëshirë të veçantë për robërit e tij besimtar në ahiret. Dhe ka thënë wa kana bil mu'minina rahima, thotë Allahu është ndaj besimtarve rahim, do të thonë mëshirues. Dhe kjo mëshirë është pra xheneti, ka thënë Allahu subhanahu wa taala, i ka thënë xhenetit kur e ka krijuar, ka thënë ti je mëshira ime, dhe me ty e mëshiroj ka dua prej robërve të mi. Pastaj wa afini, do të thënë për fjalën afia, kemi treguar edhe në raste të tjera, do thotë është mbrojtja nga çdo sprovë e dunjas dhe ahiretit.
dhe shpëtimi nga nga pasojat e rënda të sprovave që vijnë. Pra afia, edhe nëse është njeriu në sprov, kërkon shpëtim prej asaj sprove, dhe gjithashtu kur nuk është në sprov, kërkon mbrojtje që mos bjerë në një sprov të tillë. Dhe Allahumma rzuqni, gjithashtu, pra në këtë dua, themi, Allahumma ighfirli, warhamni, wahdini, për udhëzimin folëm, wa afini, më jep afje, warzuqni, edhe më furnizo, do më thënë më furnizo me të gjitha të mirat, sepse furnizimi vjen vetëm nga Allahu subhanahu wa ta'ala, do më thënë furnizimi i dunjas dhe furnizimi i ahiretit, dhe për furnizimin e dunjas besoj që kupton se cili, pra kërkohet furnizim me dituri të dobishme, me vepra të mira, edhe furnizim me rizq halal, do thotë, dhe me shëndet, edhe me fëmijë të hajrit, edhe me bashkëshor të hajrit, do të thënë çdo gjë që përfshin kuptimi i furnizimit. Këtë dua, do thotë kush e ban, do të thënë i ka mbushur duart e tij me të gjitha të mirat. Si është përmendur në një hadith nga Ibn Abi Aufa radhiyallahu anhu, thotë se ka ardhur një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka thënë, oj dërguari i Allahut, unë nuk kam mundësi të mësoj shumë prej Kuranit. Pra nuk e kam fuqinë që të memorizoj shumë. Ka thënë, më mëso diçka që do të më mjaftoj. Do të thënë që mos kem nevojë shumë të lodhem, pasi nuk kam mundësi. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thuaj subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Do të thënë, i lartësuar është Allahu, i pastër nga çdo mëjet, e gjithë lavdia i takon Allahut, nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut, Allahu është më i madhi dhe nuk ka fuqi dhe lëvizje përveç se me ndihmën e Allahut. Ka thënë, oj dërguari i Allahut, kjo është për Allahun, më mëso diçka për mua, do të thënë si të lutem për vete. Ka thënë, thuaj Allahumma ighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Pra thuaj këto 5 fjalë, o Allah më fal, më mëshiro, më jep mbrojtje dhe shpëtim, më udhëzo dhe më furnizo. Pastaj është larguar ky njeri me, do të thënë i ka kapur duart ose i ka shtrënguar duart dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, amma hadha faqad mala'a yadayhi min al-khair. Do të thënë ky i mbushi duart me mirësi. Do të thënë këto fjalë janë që i sjellin të gjitha të mirat e dunjas dhe ahiretit. Pra kuptohet se kjo është prej duave gjithëpërfshirëse të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E shohim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të thënë në këtë hadith i mësonte muslimanët e ri, do të thënë ata që hynë në Islam në fillim, që t'i kërkojnë këto mirësi. Mirpo ka edhe në hadith tjetër që e ka mësua, do të thënë i ka premtuar dikujt para se të hyjë në Islam, një lutje tjetër. Transmeton Imran ibn Husayn radhiyallahu anhuma, thot i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam babait tim, ja Husayn, do të thënë emri i tij ka qenë Husayn, ka thënë sa perëndi adhuron ti, ose sa hyjni adhuron, ai ka thënë adhuroj 7, 6 në tokë dhe 1 në qiell. Ka thënë kur ke dëshirë të madhe dhe frikë të madhe, cilit i drejtohesh? Atyre që janë në tokë apo atij që është në qiell? Ka thënë atij që është në qiell. Atëherë, do të thënë kjo ka qenë mënyrë e davetit, thirrjes. Edhe i ka thënë, o Husayn, nëse hyn në Islam, do të mësoj 2 fjalë që do të jenë të dobishme për ty. Do të thënë do të kesh shumë hajër për atyre 2 fjalëve. Pastaj më vonë e ka pranuar Islamin Husajni radhiyallahu anhu. Edhe atëherë ka shku, i ka thënë, oj dërguari i Allahut, mi mëso ato 2 fjalë që mi ke premtuar. I ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thuaj Allahumma alhimni rushdi wa a'idhni min sharri nafsi. Do të thënë Allah, më frymëzo me udhëzim dhe mençuri dhe pjekuri, fjala rushd, do të thënë udhëzimi edhe e sakta, rruga e saktë, do të thënë edhe pjekuria, mençuria, dhe wa a'idhni min sharri nafsi, edhe më mbro prej të keqes së vetes sime.
Domethënë çdo të keqe që e ka njeriu, dhe secili ka dobësi, përtaci, kopraci, ka edhe mendjemadhësi, vetpëlqim e kështu me radhë. Domethënë ato janë të secili njeri dhe për këto duhet t'i lutet Allahut subhanahu wa taala që ta mbrojë dhe ta shpëtojë prej tyre. Pra ja ka mësuar Husajnit, babait të Imranit, radhiyallahu anhuma, këtë dua që është e ngjashme me duan për cilën po flasim, Allahumma alhimni rushdi wa a'idhni min sharri nafsi. E shohim se i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse e pranon Islamin, do të thonë do të mësoj fjalë të mira. Kjo ka qenë nxitje, edhe pse ai ka qenë shirk, edhe ai ka deklaruar se adhuron 7 të adhuruar, ose 7 hyni, ose perëndi. Edhe mirë po ka qenë sjellja e mirë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe dëshira për që ai të udhëzohet, edhe ka qenë mënyra e mirë e orientimit, edhe e nxitjes. Do të thonë, nëse hyn në Islam, do të mësoj 2 fjalë që do të jenë shumë dobishme për ty, që e bën njeriu të ketë dëshirë, do të thonë të njohë ato fjalë. Dhe kështu në përgjithësi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka nxitur edhe i ka ndihmuar njerëzve që nuk kanë qenë në Islam të hyjnë në Islam. Siç transmeton Safwan ibn Umayya radhiyallahu anhu, thot në ditën e Hunenit, pra kur ka qenë lufta e Hunenit, më ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, filloi të më japë do thot pasuri në atë moment kur ai ishte njeriu më i urryer për mua. Do të thënë atëherë kur shumë e urreja, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë shumë. Edhe thot vazhdoi të më japë derisa u bë njeriu më i dashur për mua. Edhe ka hyrë në Islam. Do të thënë bamirësia edhe ndaj mosbesimtarit, do thotë që të jetë Islami i dashur për ta, edhe të jenë musliman të dashur. Pashtu transmetohet në Al-Adabul Mufrad, Imam Bukhari transmeton nga Mujahidi, thotë se ka qenë te Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dhe ai shërbetori Abdullah ibn Amrit ka qenë duke rrjepur një dele, edhe i ka thënë Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, ka thënë ja gulam, idha faragta fabda bi jarin al-yahudi. Ka thënë kur ta mbarosh rrjepjen, fillo shpërndarjen, do të thonë të misit, i pari, do të thonë te fqinji ynë jahudi. Edhe Mujahidi ka thënë, thotë një prej njerëzve tha el jahudi aslahak Allah. Do të thonë jahudis Allahu të përmirësoft. Pra si të japësh prej këtij mishi mas pari jahudis, ka thënë e kam dëgjuar të dërguarin Allahut sallallahu alaihi wasallam duke porositur shumë për mirësjellje me fqinjin, saqë menduam ose u friksuam se do ta bëj një prej trashëgimtarëve. Do të thonë menduam se do të jetë ai një prej trashëgimtarëve që do ta trashëgojnë pasurinë, do të thonë do të marrin pjesë në ndarjen e pasurisë pas vdekjes. Do thotë kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka nxitur për, do të thonë, bamirësi që do të jetë joshëse dhe tërheqëse për mosbesimtarët që të hyjnë në Islam, që ta shohin mirësinë dhe bukurinë e Islamit, dhe shembujt janë të shumta, dhe këtë edukat e kanë marrë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kanë vepruar me këtë, edhe për këtë shkak është përhapur Islami në këtë mënyrë. Do të thënë në disa vite të shkurta, do të thotë e ka përfshirë gjithë botën. Kjo nuk ka mundësi të ndodhë me asnjë metodë me të cilat pretendojnë ata mosbesimtarët dhe armiqtë e Islamit. Nuk ka mundësi me këtë shpejtësi, kush e di se çfarë dhunet përdoret, edhe çfarë detyrimi i njerëzve, nuk mund të hyjnë në Islam ashtu njerëzit, domethënë popull dhe kontinente në mënyrë aq shpejt, nuk mundet, domethënë, por kanë hyrë pasi e kanë pa realitetin e Islamit. Edhe për këtë shkak thonë dietarët e kësaj kohe se sikur ta zbatojnë muslimanët Islamin në mënyrën e saktë, do të kishin pa njerëzit duke nxitu, domethënë, me popull për të hyrë në Islam. Mirë, po problemi është se muslimanët janë larguar prej Islamit, edhe armiqt
luftojnë që t'i mbajnë larg, që muslimanët mos e zbatojnë islamin, sepse kur shihet islami i pastër si zbatohet në terren, domethënë atëherë kuptohet se ajo është tërheqës për njerëzit. Dhe për këtë kanë thonë lidhje me ajetin وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Domethënë çdo të mirë që e jepni, do t'ju jepet shpërblimi i plot dhe nuk do t'ju bëhet padrejtësi. Edhe gjithashtu në lidhje me ajetin tjetër وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ. Domethënë ju çdo gjë që jepni le të jetë për fytyrën e Allahut. Ka thënë Ata al-Khurasani rahimahullah, ka thënë kur t'japësh për hir të Allahut, atëherë nuk të bën dobi se çfarë vepra bën ai të cilit ja ke dhënë. Nuk të bën dëm. Domethënë s'ka lidhje çfarë vepra bën ai të cilit i ke dhënë. Nëse ti e ke dhënë për hir të Allahut, edhe ka qenë mënyra e dhënies e drejtë sipas shariatit, domethënë ke dhënë edhe qoftë mosbesimtar, edhe qoftë mëkatar, domethënë ke dhënë që të jetë ndihmë për ta, që të udhëzohet në Islam, atëherë edhe nëse nuk udhëzohet, edhe nëse i shtohet arroganca dhe kufri e kështu me radhë, nuk është përgjegjësia jote dhe ty nuk të humb sadakaja, ose në çdo e dhënë, çdo shpenzim, nuk të humb, por të vjen shpërblimi i plot, pasi ti e ke dhënë për Allahun, nuk e ke dhënë, domethënë nuk ja ke dhënë njeriu që ta kthej. Edhe ky kthimi shpesh herë ndoshta dikush nuk e kupton. Pra e kemi të qartë se nuk japim dikujt sadaka që të na jap edhe ai ne. Kjo është e lehtë. Mirë po ndonjëherë njeriu ka ndonjë synim, i jep që ai të përmirësohet në këtë mënyrë ose në atë mënyrë, edhe kur nuk përmirësohet, domethënë ai që ka dhënë dëshpërohet. Edhe kjo është një kuptim i kërkimit të kthimit, kërkon rezultat. Por realiteti, domethënë është që njeriu atë që e jep ose të mirën që e bën një të mirë, sjellja e mirë ndaj prindit për shembull, ose sjellja e mirë ndaj fëmijët. Ajo të gjitha këto janë dhënje për hir të Allahut subhanahu wa taala. Dhe shpërblimi nuk ka mundësi të humbë ose të mangësohet asnjëherë. Pra Allahu e jep të plot, pasi e ka dhënë për të për fytyrën e tij, atëherë e merr shpërblimin prej tij. Një prej duave të tjera është një hadith tjetër që ka transmetuar Imam Ahmedi nga Ebu Hurera radhiyallahu anhu, thotë se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i ka thënë: "Atuhibbuna ayyuhan nas an tajtahidu fi ad-du'a." Ka thënë: "A doni o njerëz që të bëni shumë dua?" Domethënë bëni dua të fuqishme, edhe dhe me përpjekje e madhe në dua. Kanë thënë: "Po, o i dërguari Allahut." Ka thënë: "Thoni Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik." Pra thoni këtë fjalë dhe kjo është dua sikur të jesh lutur, domethënë me orë. Pra o Allah, më ndihmo ose na ndihmo në këtë transmetim. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Domethënë Allah na ndihmo të përmendim, të falenderojmë dhe në mënyrën më të bukur të adhurojmë. Pra kjo tregon se kjo është prej duave më të dobishme dhe më gjithëpërfshirëse. Më mirë se njeriu të ndalet, të qëndrojë, domethënë ulur ose në këmbë dhe të lutet me orë, domethënë pra të mundohet në lutje, më mirë se ajo është vetëm këto fjalë. Këto fjalë janë të mjaftueshme dhe gjithëpërfshirëse. Dhe për këtë shkak këto lutje ja ka mësuar Muadh ibn Jabalit radhiyallahu anhu dhe i ka thonë unë të dua dhe ta dua të mirën si ja dua vetes. Edhe prandaj ka thonë mos e lër asnjëherë në fund namazit pa thënë Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Pra kjo pasi është dashuria e madhe ndaj atij personi dhe dashamirësia për të mirën e tij, thotë ja ka mësuar këtë lutje që është më e dobishme. Dhe kuptohet se kjo është lutje e dobishme pasi kërkohet ndihmë nga Allahu subhanahu wa taala për çështjet më të rëndësishme. Kërkohet ndihmë për ta përmendur Allahun
Dhe përmendja Allahut është shkak për çdo mirësi dhe shkak për shpërblime të shumta. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala: "Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira." O ju që keni besuar, përmendeni Allahun shumë, bëni dhikr të shumt. Dhe I ka lëvduar besimtarët e mirë, ka thënë: "Wadh-dhakirin Allaha kathiran wadh-dhakirati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Do të thonë ata të cilët e përmendin Allahun shumë dhe ato të cilat e përmendin Allahun shumë, Allahu ka përgatitur për ta falje dhe shpërblim madhështor, do të thonë shpërblime të shumta. Dhe këtë nuk ka mundësi njeriu ta bëjë përveç se me ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj kërkon ndihmë nga Allahu për që të mund ta përmendësh sa më shumë. Dhe kjo përmendje të jetë me të vërtetë me zemër dhe me gojë. Pra që të jetë me kuptimin e emrave dhe cilësive të Allahut, dhe të jetë me kuptimin e domethënieve të dhikrit, pra kur thua subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, do të thonë që të jetë jo vetëm me gojë, po të jetë me gojë dhe me zemër, dhe me kuptim, dhe me përqendrim, sepse do të thonë për këto patjetër njeriu duhet të kërkojë ndihmë nga Allahu subhanahu wa taala. Dhe gjithashtu të kërkojë ndihmë që mos jetë njeri neglizhent dhe harrues, që ta harrojë përmendjen e Allahut, por vazhdimisht jetë në përmendjen e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj gjithashtu kërkohet ndihmë për ta falendëruar Allahun. Edhe për këtë, do të thënë është folur shumë, por me të vërtetë një prej fjalëve më interesante është një prej israeliatëve që e ka përmendur Imam Ibn al-Qayyim në librin e tij Madarijus Salikin për falendërimin. Thotë se transmetohet që Allahu I ka thënë Davudit alayhis salam: "Më falendëro." Dhe ka thënë Davudi a.s. "O Zoti im, si të falenderoj unë ty, kur falenderimin ndaj teje është dhunti prej teje, që kërkon falendërim." Do të thonë që nuk ka mundësi njeriu ta kryej falenderimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe padyshim se falendërimi që vjen nga robi për ndaj Allahut është prej dhuntive të Allahut, edhe është dhuratë dhe sukses nga Allahu subhanahu wa taala. Prandaj njeriu I lutet dhe I lutet Allahut që ta ndihmojë për ta falendëruar atë. Dhe ka thënë Allahu, është prej fjalëve që ka treguar për Sulejmanin alayhis salam, që ka thënë: "Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak." O Zoti im, më jep ndihmë që ti falenderoj dhuntitë tua. Edhe ka thënë gjithashtu, Allahu na ka udhëzuar që njeriu, sidomos kur e arrin moshën 40 vjeçare, edhe kalon, do të thonë, këtë moshë të pjekurisë së plot, atëherë ta shtoj këtë fjalë, që thot: "Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak allati an'amta alayya wa ala walidayya." Do të thonë, o Zoti im, më ndihmo, më jep fuqi që ti falenderoj dhuntitë tua, të cilat më ke dhuruar mua dhe prindërve të mi, wa aslih li fi dhurriyyati, dhe përmirësomi pasardhësit e mi, inni tubtu ilayka wa ana minal muslimin, wa an a'mala salihan tardah. Para kësaj, do të thonë, dhe më ndihmo të bëj vepra të mira me të cilat ti je I kënaqur, dhe më përmirëso pasardhësit e mi, unë pendohem te ti dhe unë jam prej muslimanëve ose I nënshtruar ndaj urdhrave të tua. Do thotë, falënderimi padyshim se është prej veprave të rëndësishme që sjellin dobi. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala: "Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Do thonë, falenderoni dhuntitë e Allahut nëse jeni që vetëm ata e adhuroni. Dhe ka thënë: "Washkuru li wala takfurun." Pra, më falenderoni mua dhe mos më mohoni, mos I përpuzni të mirat e mia që na I ka thënë Allahu subhanahu wa taala. Dhe ka thënë: "Fabtaghu 'inda Allahi ar-rizqa wa'buduhu washkuru lahu wa ilayhi turja'un." Do të thonë, kërkoni tek Allahu furnizimin, adhurojeni vetëm atë dhe atë falenderoni, sepse tek ai do të ktheheni. Dhe ka thënë Allahu: "Wa idh ta'adhana rabbuk la in shakartum la azidannakum." Do të thonë, Zoti juaj ju ka lajmëruar që nëse falenderoni do t'ju ashtoj të mirat. Wala in kafartum inna adhabi lashadid. Por nëse mohoni dhe I përbuzni të mirat, atëherë dijeni se dënimi im është I rëndë. Dhe gjithashtu kërkojmë adhurim të bukur, wa husni ibadatik. Do të thonë, më ndihmo të përmend,
të falenderoj dhe në mënyrën më të bukur të adhuroj. Pra kërkohet adhurim i bukur, jo shumë adhurim, por adhurimi të jetë në mënyrën e bukur. Dhe adhurimi nuk është i bukur përveç nëse është i pastër në përkushtim vetëm për Allahun dhe është pastër në vepër, do të thonë sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe nëse i shohim ajetet që flasin për adhurimin, do të thonë tregohet se Allahu na ka vënë në provë dhe në test cili do të bëj vepra më të mira. Pra si është fjala e Allahut: "Wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayamin wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'." Do të thonë Allahu është ai që i ka krijuar qiellin dhe tokën në brenda 6 ditëve dhe froni i tij ka qenë mbi ujë, liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Do të thonë që t'ju sprovoj, që t'ju testoj cili do të bëj vepra më të bukura. Dhe gjithashtu ka thënë alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Pra ai është që ka krijuar jetën dhe vdekjen që t'ju vërë në test cili do të bëj vepra më të bukura, më të mira. Edhe këto veprat më të mira, si tham, duhet të jenë, pra veprat mira janë ato të cilat janë të pastra për Allahun dhe në përputhje me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj nëse themi cili bën vepra më të mira, duhet ta kuptojmë cili do t'i ketë veprat më të pastra në përkushtim ndaj Allahut dhe cili do t'i ketë veprat në më shumë si veprat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu është garimi për veprat mira, do të thonë që të jenë vepra më e mirë është aty që është më e pastër dhe më e saktë sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra për këto duhet që njeriu, do të thonë, të kërkojë ndihmë nga Allahu subhanahu wa taala, që t'i japë sukses, që veprat t'i bëj të pastra për ta dhe t'i bëj, do të thonë, sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sipas kësaj, dhe këtë shohim gjithashtu te fjala e Allahut: "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada." Do të thonë kush shpreson në takimin me Zotin e tij, le të bëj vepra të mira, dhe veprat mira janë ato që janë sipas Kuranit dhe Sunetit. Dhe mos i shoqëroj në adhurim të Zotit të tij askënd. Do të thonë, adhurimin ta bëj vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Prandaj nga kjo e shohim ose e kuptojmë se veprat mund të jenë në një prej 4 situatave ose 4 gjendje. Veprën që e bën njeriu mund të ketë një prej 4 situatave. Situata e parë që të jetë vepër e pastër për Allahun dhe në përputhje me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo vepër quhet vepër e mirë, edhe është vepër e bukur, dhe kjo vepër pranohet. Do të thonë që është me përkushtim të pastër për Allahun dhe që është sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vepra e dytë është vepër që është e pastër për Allahun, por nuk është sipas udhëzimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo vepër është e refuzuar, sepse ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush bën një vepër që nuk është sipas urdhrit ton, ai është i refuzuar. Dhe ka thënë Allahu: "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Do të thonë, a doni t'ju tregoj për njerëzit që më së shumti humbin prej veprave të tyre. Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Do të thonë ata të cilëve përpjekja e tyre në dunja u humb, u shkon huq, kurse ata mendojnë se janë duke bërë mirë. Do të thonë, ai e bën për Allahun, edhe mendon se është mirë po nuk është sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjendja e tretë është që vepra të jetë sipas sunetit e sakt, do të thonë e përpikt sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por jo e pastër për Allahun. Do të thonë është për ndonjë interes dunjas ose për lëvdat ose për pozitë të njerëzit. Dhe gjithashtu kjo vepër është refuzuar edhe nuk pranohet te Allahu subhanahu wa taala përveç asaj që është e pastër për ta, sepse ka thënë Allahu: "Un jam më
i pavaruri dhe që nuk kam as pak nevojë për asnjë shoqërim ose ortakri. Edhe kush bën një vepër në cilën ma shoqëron dikën tjetër, e braktisat dhe shirkun e tij. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam prej çështjeve më të rrezikshme, që ka thënë është më e rrezikshme se dexhalli, është shirku i fshehtë. Kur njeriu ngrihet, fal namaz për Allahun, pastaj e zbukuron namazin për shkak se që është duke e parë dikush, atëherë, domethënë, kjo është prej shirkut dhe shirkun nuk e pranon Allahu subhanahu wa taala. Dhe gjendja e katërt e veprës është që mos jetë për hir të Allahut dhe mos jetë sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë, atëherë është edhe vepër që bëhet për tjetër kënd dhe nuk është sipas sunetit, kjo kuptohet se është prej është e qartë, domethënë gjitha aspektet se është vepër e refuzuar. Vetëm vepra e parë që është me pastërti e përkushtuar për Allahun dhe sipas sunetit është e pranuar dhe për të ka shpërblim. Kurse për të gjitha këto situata tjera, jo vetëm që nuk pranohet te Allahu, por ka dhe dënim. Domethënë nëse vepra e mirë bëhet për tjetër kënd, ajo është shirk, ka dënim. Por edhe kur njeriu mundohet t'i afrohet Allahut me bidate, gjithashtu për të ka dënim. Prandaj njeriu duhet të kujdeset që t'i bëj vepra të pastra dhe të sakta, sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka edhe një dua tjetër që duam ta përmendim, është transmetuar nga Muadh ibn Jabal, transmeton Tirmidhiu në sunenin e tij. Thotë se një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në namazin e sabahut u vonu shumë, saqë menduam se do të lindë dielli, domethënë u afrua lindja e diellit. Dhe atëherë doli shpejt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e filloi namazin dhe e fali shkurt, domethënë namazin e sabahut, që nuk ka qenë traditë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj pas namazit tha ala masafikum kama antum, pra rrini në safa siç jeni, mos lëvizni. Ka thënë pastaj domethënë u kthye drejt nesh dhe na tha, dua t'ju tregoj pse u vanova sot për sabah. Thot, u fala gjatë natës, pra u ngrita natën, mora abdes dhe u fala sa më kishte caktuar Allahu që të falem. Pastaj u lodha në namaz edhe më erdhi gjumi, kështu që do thotë rash të çlodhem, të pushoj edhe të flej pak, dhe atëherë e pash Zotin tim subhanahu wa taala në formën më të bukur. Domethënë e ka parë në ëndër Allahun subhanahu wa taala në formën më të bukur. Edhe i ka thënë, o Muhammed, i thash labbaik rabb, domethënë të përgjigjem o Zoti im. Ka thënë fima yahtasimul mala'ul a'la, për çka kundërshtohen melaiket, domethënë në shoqërinë më të lartë, për çka debatojnë. Ka thënë nuk e di o Zot. I ka thënë Allahu e ka pyetur 3 herë. Pastaj thot e pash se Allahu ma vuri dorën në mes shpatullave, saqë i ndjeva gishtat e tij në mes të gjoksit. Edhe atëherë mu shfaq dituria, çdo gjë që nuk e kam ditur deri atëherë. Edhe më tha Allahu, o Muhammed, thash të përgjigjem o Zot, më tha fima yahtasimul mala'ul a'la, do të thënë për çka kundërshtohen shoqëria e lartë ose për çka debatojnë melaiket. Thash për kafarat, do të thënë për ato që i shlyejnë veprat, çka i shlyejnë veprat e këqija, do të thënë çka i shlyejnë mëkatet. Dhe më tha Allahu cilat janë ato, thash meshjul aqdami ila al-jama'at, pra ecja në këmbë për ta falur namazin me xhamat. Wal julusu fil masajidi ba'da as-salawat, edhe ulja në xhami pas namazit, ndetja në xhami pas namazit. Do të thënë këto janë prej veprave që i shlyejnë mëkatet që i bën njeriu. Wa isbaghul wudu'i fil makruhat, edhe plotësimi i avdesit edhe në raste kur nuk do njeriu, do të thënë për shembull kur është ftohtë edhe ka vështirësi, do të thënë plotësimi i mirë i avdesit është shlyerësi i mëkateve.
Pastaj më tha tjetër për çka debatojnë, thash ose çka është tjetër që i shlyen mëkatet, thash it'amu at-ta'am walinu al-kalam was-salatu bil-lejli wan-nasu niyam. Do të thënë dhënia e ushqimit, pra dhënia e sadakave, është shlyrse e madhe e mëkateve, fjalë të buta, do të thënë të flitet me fjalë të mira, edhe të buta, dhe falja e namazit gjatë natës kur njerëzit flenë. Do të thënë këto janë prej shlyrsve më të mëdha të mëkateve. Pastaj më tha Zoti kërko, do të thënë lutu me çka do të lutesh. Edhe tani e kuptojmë se këto lutje që i ka bërë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, padyshim janë shpallje. Do të thënë pasi i ka ardhur shpallja për dituri që nuk i ka ditur pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, atëherë këto janë lutje gjithëpërfshirëse që duhet t'i mësoj besimtari dhe ti përdor. Ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, Allahu më tha lutu ose kërko dhe unë thash, Allahumma inni as'aluka fi'la al-khayrat wa tarka al-munkarat wa hubba al-masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idha aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghayra maftun wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Do të thënë, o Allah, të kërkoj, do të thënë, të më ndihmosh të bëj vepra të mira, të më ndihmosh të largohem prej të këqijave, të kërkoj të më japësh dashuri ndaj të varfërve, të më falësh mëkatet dhe të më mëshirosh, wa taghfira li wa tarhamani. Dhe kur të duash të çosh një fitnë, një sprov ndë një populli, atëherë më merr mua pa u sprovuar, para në atë fitnë. Dhe e kërkoj dashurinë tënde, dashurinë e atij që të do ty, dhe dashurinë e veprave që më afrojnë te dashuria jote. Pra këto, pastaj ka thënë, innaha haqqun fadrusuha thumma ta'allamuha. Do të thënë këto janë hak, këto lutje janë lutje të vërteta, prandaj mësojini dhe do thotë studiojini dhe mësojini përmendsh. Pra edhe ky është hadith madhështor ku kërkohen shumë çështje të rëndësishme, do të thënë kërkohet ndihmë prej Allahut për bërjen e veprave të mira, për largimin nga veprat e këqija, që folëm për to, do të thënë kërkim për adhurim të bukur. I kërkohet Allahut subhanahu wa taala fi'l al-khairat wa tarku al-munkarat, do të thënë bërja e veprave të mira dhe largimi prej të këqijave. Dhe dashuria ndaj të varfërve. Do të thënë kjo është prej çështjeve që ja shton njeriu imanin, që të jetë i afërt me të varfrit, edhe të ndihmoj, edhe u jep sadaka, dhe kjo është që ja shton imanin dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, sadakaja e shuan zemrimin e Zotit, siç e shuan uji zjarrin. Do të thënë, pra kur njeriu bën mëkate, e ka shkaktuar zemrimin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe sigur kur e ndes zjarrin njeriu, nëse i hedh ujë zjarrit, e kupton se çka ndodh me zjarrin. Kështu ndodh me mëkatet njeriu që i ka bërë, nëse jep sadaka, edhe është i afërt me miskinat, me të varfrit. Prandaj i lutet Allahut për dashurinë ndaj të varfërve. Do të thënë, gjithashtu kjo është kërkesë që njeriu mos ketë mendje madhësi, po të jetë modest dhe i afërt, i butë, i këndshëm edhe me të varfrit. Dhe ka thonë kur do ti që të dërgosh fitnë një populli, një sprov, atëherë më merr mua pa më sprovuar. Do të thënë në këtë udhëzim që jam, sepse ne nuk e dim se çka do të vi më vonë, dhe lutim Allahun që të na shpëtojë prej secilës sprov. Dhe as mos i përjetojmë sprovat, sepse përjetimi i sprovave është, do të thënë, diçka që e dëmton zemrën. Pastaj ka thënë wa an taghfira li wa tarhamani, do të thënë të më falësh dhe të më mëshirosh. Folëm për faljen që është mbulimi i mëkatit dhe mbrojtje nga pasojat e mëkatit, dhe të më mëshirosh duke ma dhuruar xhenetin. Pastaj ka thënë wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba al-amali alladhi yuballighuni hubbak. Në tjetër transmetim ose wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Do të thënë ta kërkoj dashurinë ndaj teje, dashurinë atyre që të duan
dhe dashurinë e veprave që më afrojnë te dashuria jote, ose që më çojnë deri ta arrijë dashurinë tënde. Këtu kërkohet dashuria ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe dashuria ndaj Allahut është imani. Domethënë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhaqa ta'ma al-iman man kan alladhi kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Domethënë ai i cili e shijon ëmbëlsinë e imanit, ai i cili e ka Allahun dhe të dërguarin e tij më të dashur se çdo kusht tjetër. Dhe prandaj këtu thot e kërkoj dashurinë ndaj teje, dashurinë domethënë ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo dashuri ndaj Allahut është në dy skallë, dashuri që është obligim edhe dashuria e cila është plotësim i imanit. Dashuria është, domethënë dashuria që është obligim ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, është ajo dashuri që e bën njeriu ta doj atë që e do Allahu dhe ta urrejë atë që urren Allahu. Domethënë ti doj veprat e mira dhe ti urrej haramet. Kështu, domethënë duhet patjetër të tregohet dashuria me vepra. Dhe shkalla e dytë, domethënë është ajo dashuria e njerëzve të afruar, të cilët pra e kanë i duan edhe më shumë veprat e mira dhe vullnetare. Si ka thonë Allahu subhanahu wa taala, nuk më afrohet robi im, pra ka thonë Allahu në hadith qudsi, ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu alayhi. Domethënë nuk më afrohet robi mua me asgjë më të dashur për mua se sa ajo që ja kam bërë obligim. Domethënë kjo është dashuria themelore, dashuria e obliguar, që njeriu t'i doj veprat të cilat Allahu ja ka bërë obligim. Pastaj vazhdon të më afrohet me nafile, domethënë me vepra vullnetare. Kur shtohet më shumë dashuria e robit ndaj Allahut, do të kërkon më shumë vepra që të jetë më afër Allahut subhanahu wa taala. Dhe vazhdon të afrohet me nafile, me vepra vullnetare derisa ta dua deri në fund hadithit. Domethënë kjo tregon pra dy skallë të dashurisë. Dhe dashuria ndaj Allahut përfshin edhe dy çështje tjera. Domethënë robi që e do Allahun, patjetër do t'i ketë edhe këto dy çështje tjera, dashuri ndaj njerëzve që i do Allahu dhe dashuri ndaj veprave që i do Allahu. Prandaj në këtë dua tham përpara se ta përsëritim duan, siç është në hadith, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra kush i ka këto tri cilësi, e ka arritur ëmbëlsinë e imanit, e ka shijuar ëmbëlsinë e imanit. Dhe ajo është që Allahu dhe i dërguari i tij të jenë më të dashur për të se çdo kusht tjetër. Domethënë dashuria ndaj Allahut. Pastaj an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Domethënë ta doj njeriu vetëm për hir të Allahut. Domethënë e përfshin këtë çështjen e dytë, dashuria ndaj njerëzve që i do Allahu. Edhe kuptohet kush është më i dashuri i Allahut subhanahu wa taala, është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ai që e do Allahun me të vërtetë, e do pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e do sunetin e tij dhe zbaton sunetin e tij. Se ka thënë Allahu, qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni. Pra thuaj nëse e doni Allahun, më ndiqni mua. Thuaj jo pejgamber sallallahu alaihi wasallam, nëse e doni Allahun, më ndiqni mua. Atëherë do t'i doj Allahu. Dhe çështja tjetër është dashuria e veprave që i do Allahu. Domethënë dashuria ndaj Allahut e përfshin dashurinë ndaj njerëzve që i do Allahu dhe dashurinë ndaj veprave që i do Allahu, siç e përmendëm në hadith se robi afrohet me vepra të mira, njëherë me ato që ja ka bërë obligim Allahu, pastaj me nafile derisa ta arrijë dashurinë e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj pra në këtë dua themi Allahumma inni as'aluka hubbak, Allah kërkoj dashurinë ndaj teje. Wa hubba man yuhibbuk, dhe dashurinë atyre që të duan ty. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, edhe kërkoj dashurinë ndaj veprave që më afrojnë edhe më mundsojnë të arrij deri te dashuria jote. Për të arritur dashurinë ndaj Allahut, ka thënë Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, ka 10 shkaqe, ka përmendur Imam Ibn al-Qayyim.
A i kemi përmendur tjetër herë këta? A ju kujtohet? Ja. Mirë, do thot 10 shkaqe. 1. Leximi i Kuranit me meditim dhe me kuptim. Do të thonë kjo është që e shton dashurinë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Duke e lexuar me kuptim të saktë, duke e njohur tefsirin e ajeteve dhe duke menduar, duke qenë i përqendruar në atë që e lexon. Pastaj e dyta, afrimi tek Allahu me nafile, pas kryerjes së obligimeve, pas kryerjes së farzeve. Do të thonë pasi e jep njeriu zakatin, jep sadaka. Pasi e fal namazin farz, jep fal namazet të tjera nafile, sunete dhe të tjera nafile. Pas përfundimit të agjerimit Ramazanit, do të thonë agjeron të tjera agjerime nafile, e kështu me radhë. Do të thonë kjo është për shtimin e dashurisë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Shkaku i tretë, vazhdimësia në dhikr. Gjithmonë pa marrë parasysh në çfarë situate është njeriu, do të thonë ka të lehtë me gojë ta përmend Allahun subhanahu wa taala dhe këtë përmendje, do të thonë duhet ta ketë edhe me zemër. Pra ka mundësi që njeriu të lëviz këmbët dhe duart edhe të kryej punët, por në zemër ta ketë Allahun dhe me gojë gjithmonë ta përmend dhe ta madhroj Allahun subhanahu wa taala. Kjo ja shton dashurinë ndaj Allahut. Shkaku i katërt, t'i jape përparësi asaj që e do Allahu para asaj që e duan epshet e tij. Do të thonë çdo herë kur vjen në pyetje, do të thonë kur vjen dyshimi mes asaj që e do epsi i njeriu, për shembull gjumi ose rahatia, dhe thirrja për në namaz. Do të thonë atëherë kujt duhet t'i japë përparësi? Nëse i jep përparësi gjithmonë në këto situata, gjithmonë jep përparësi asaj që e do Allahu, atëherë kështu e fiton dashurinë e Allahut subhanahu wa taala. Për shembull kam përmendur dietarët në lidhje me namazin, për shembull vjen namazi i sabahut. Edhe këtu është epsi që kërkon gjumë, edhe Allahu që të thret për namaz. Edhe nëse dëgjon ezanin, fjala e parë është Allahu Akbar. Për namazin e sabahut dhe për secilin namaz. Do thotë pa marrë parasysh në çfarë pune je, ose në çfarë kënaqësie, ose në çfarë dëshire të epsit, e dëgjon fjalën Allahu është më i madhi. Edhe kjo fjalë duhet, do të thonë edhe ezani ka kuptime. Kjo fjalë duhet të ndikojë në zemrat e besimtarëve, edhe atëherë ta di se pa marrë parasysh sa e madhe duket ajo që je duke bërë në këtë moment, do të thonë Allahu është më i madhi. Edhe atëherë i përgjigjesh, edhe pa dyshim se kjo afron zemrën të dashuria ndaj Allahut subhanahu wa taala. Shkaku i pestë, ka thënë Imam Ibn al-Qayyim, është mësimi, studimi dhe kuptimi i emrave dhe cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Do të thonë të mësohen emrat dhe cilësitë e Allahut me kuptimet e sakta. Atëherë, me të vërtetë thot Imam Ibn al-Qayyim, atëherë zemra është, do të thënë, kënaqet në për pikniket e kopshteve të xhenetit, duke qenë në dunja, do të thënë kur e njeh Allahun me njohje të vërtetë. Shkaku i gjashtë është që njeriu ta ketë parasysh bamirësinë e Allahut dhe dhuntitë e Allahut, që vazhdimisht ja jep atij. Ti kujtoj këto dhuntit, jetë falënderues dhe mirënjohës, edhe dhuntit janë të shumta, të fshehta që nuk i di askush përveç Allahut, pastaj njeriu vetë që i di, edhe dhuntit të dukshme që shihen, do të thënë ato janë të shumta, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, nëse mundoheni të numroni dhuntit e Allahut, nuk do të arrini të numroni. Shkaku i 7 është që njeriu të tregohet modest gjithmonë para Allahut subhanahu wa taala. Do të thënë të jetë i përulur, i impostur, do të thënë i dorëzuar krejtësisht para Allahut subhanahu wa taala, si në namaz, si në secilin adhurim, do të thënë ta ndjej veten i vogël, i dobët, i parëndësishëm kur i drejtohet Allahut subhanahu wa taala. Shkaku i 8 është veçimi me Allahun dhe në veçanti në kohët e përgjigjes së lutjes, që është koha para sabahut, koha e syfyrit. Do të thënë që njeriu të largohet nga çdo kusht tjetër, edhe atëherë
të jetë me të vërtet vetëm me Allahun subhanahu wa ta'ala, duke e madhruar, duke e përmendur, duke lartësuar Allahun dhe duke ju lutur atij. Edhe kjo patjetër e sjell dashurinë ndaj Allahut. Shkaku i nëntë është shoqërimi me njerëz të mirë, me njerëz që me të vërtet e duan Allahun, që janë sinqert dhe për të përfituar prej fjalëve të tyre, edhe prej diturive të tyre. Dhe shkaku i 10 që ka përmendur është largimi prej çdo shkaku që e pengon zemrën nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Do të thonë çdo gjë që është pengesë e afrimit te Allahu, të afrimit zemrës. Do të thonë siç janë mëkatet, do të thonë janë që e largojnë zemrën nga Allahu, po ashtu janë edhe teprimi në gjërat të lejuara. Do të thonë teprimi edhe në atë që është e lejuar, në teprimi në fjalë të lejuara, teprimi në ushqime të lejuara, teprimi në gjumë për shembull, teprimi në qeshje kështu me radhë. Gjitha këto janë pengesa që e pengojnë zemrën dhe paksimi i këtyre pengesave sa më shumë, do të thonë është që e shton dashurinë ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. E lutim Allahun e gjithfuqishëm me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta që të na bëjë të dobishme atë që na ka mësuar, të na mësoj atë që na bën dobi, të na përmirësoj gjendjen tërësi dhe mos na lërë të mbështetur në vetët tona asnjë çast, të na japë sukses për çdo gjë që e do ai dhe që është i kënaqur me ta. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin.